الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndrim dhe lavdratat i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, i cili na begatoi me të mirat e shumta, salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an i shpalli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një sure, e në këtë sure i shpalli disa histori të popujve apo ngjarje që kanë ndodhur para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo sure të cilën flasim sot është surja Kahf, e cila e merr emrin prej ngjarjes që ka ndodhur me banorët e shpellës. Surja e shpellës, e cila e merr emrin prej ngjarjes që ka ndodhur me djelmoshat e ri, të cilët u larguan për hir të Allahut subhanahu wa taala për të shpëtuar me fenë e tyre. Kush e lexon surën Kahf ditën e xumë është i mbrojtur prej fitnave të dëxhallit. Çu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me transmetim, kush i lexon 10 ajetet e surës Kahf. Nuk do ndalemi shumë në detale me tregu për historinë se çush ka ndodhur dhe çka ka ndodhur. Ajo më e rëndësishmja prej historikut janë mesazhet, mësimet të cilat Allahu i përcjell te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i përcjell te sahabët dhe të gjithë gjeneratat e muslimanëve deri në ditën e gjykimit nëpërmjet kësaj ngjarje. Kjo ngjarje është ngjarja e djelmoshave apo ngjarja e shpellës. Kanë qenë disa djelmosha të cilët nuk i kanë bërë shirk Allahu subhanahu wa taala, mirë po kanë jetu në mesin e një popullate e cila i kanë bërë shirk, kanë adhuru idhujve dhe i kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Një ditë prej ditëve, të gjitha djelmosha, numri të cilëve nuk dihet saktësisht, se s'na ka treguar Allahu saktësisht. Në surë Allah i përmend se disa thonë kanë qenë 3, qeni ka qenë 4, gjithë të tjerë thonë kanë qenë 5, qeni ka qenë 6, e gjithë të tjerë thonë kanë qenë 7, e qeni ka qenë 8. E Allahu e di më së mirti se sa djelmosha kanë qenë, mirë po numri i tyre ka qenë pak, disa djelmosha. Kjo është e rëndësishme, se kanë qenë disa djelmosha. Sa ka qenë numri, nuk është më rëndësi, për shkak se numri nuk është më rëndësi te Allahu subhanahu wa taala, po është më rëndësi kualiteti, njësimi e Allahu subhanahu wa taala në nshrimin e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vendosu mu largu prej vendit ku ata i bënin shirk Allahu subhanahu wa taala dhe dolën jashtë. Kanë thënë dietarët në shpjegimin e ngjarjes se të gjithë janë takuar në vendin e njëjtë pa plan program paraprak. Pa ndonjë plan paraprak. S'kan bërë një plan. Asnjëri tjetri nuk e ka njoft. Asnjëri shoqin se kanë ditë për gjendjen e tij, për shkak se secili prej këtyre djelmoshave e ka fsheh imanin e tij tek populli.
prej frikës, mos t'i vrasin dhe kështu me radhë. Janë takue dhe në bisede sipër kanë fillu me zbulu sekretin njëri ndaj tjetrit dhe kanë pa se cili prej shoqit të vetë që nuk qenë ka vetë, e pas ka dhe një tjetër besimtar që adhuron Allahun dhe nuk i ban shirk Allahut subhanahu wa taala. U larguan prej popullit dhe dolën prej vendit dhe shkuan me një shpellë. Thanë dietarët, kur dolën prej popullit të vet, nuk patën ndonjë plan para prak se ku kanë me shku, çysh kanë me abo, çka kanë me vepru, në cilin vend kanë me ik. Nuk përgatitën diçka madhështore. U largun dhe ndosën me braktis popullin e tyre për shkak se i banin shirk Allahu subhanahu wa taala, e këtë e vepruan për ta ruajt besimin e tyre, për ta ruajt imanin e tyre dhe për të larguar prej fitneve dhe strovave. Tha Allahu, e futën në shpellë, fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Futën në shpellë e Allahu do të përgatit rahmet prej anës së tij dhe lehtësim në çështjen tuaj. Mirë po të gjithë kur u larguan, e banën një dua. Atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Na jep, o Zot, na jep prej anës tënde rahmet, mëshirë dhe na lehtëson neve rrugën e drejtë, rrugën e udhëzimit. Tha mu larguan për shkak për ta mbrojt besimin e tyre. U larguan prej popullit i cili i bante shirk Allahut subhanahu wa taala, u futën në shpellë. Nuk patën ide se çka ka me ndodh me ta. E Allahu xhelle xhelaluhu ata i mbarti prej një periudhe me një periudhë tjetër kohore komplet. Sa mbetën në shpellë? Mbetën në shpellë 309 vite. 300 sinine wa 309 vite mbetën në shpellë. Kalun gjenerat, e pastaj Allahu subhanahu wa taala dashti të zbulon begatin e tij mbi besimtarët. Në fund, dashti Allahu që këta të zbulohen. Dashti Allahu që njerëz ta dinë kush janë këta. Dhe zbuloi sekretin e tyre me shkaqe të thjeshta. E dërgua njërin prej tyre në qytet për të blejt diçka prej ushqimit të mirë, të freskët, dhe porositën sillu mirë me njerëzit, sillu mirë, wal yatalattaf wala yush'iran bikum ahada. Sillu mirë edhe kujdes mos të zbulon dikush. Se në qoftë se të zbulon dikush, atëherë kemi mu dënuar me dënim të dhëmshëm për shkak të fitneve që kanë na bë në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dashti Allahu që të zbulohet sekreti i tyre dhe njerëz e pan gjendjen e tyre njerëzve, disa prej tyre kërkuan që të ndërtojnë tek shpella ku ata qëndronin mesxhit, xhami, edhe kështu me radhë deri në fund të ngjarjes. Dobit shumë të rëndësishme për të cilat kemi nevojë në përditshmërinë tonë. Këto ngjarje që kanë zbritur në Kur'an nuk janë ngjarje për të bërë film në rrjetet sociale. Këto ngjarje nuk janë ngjarje, kjo ngjarje dhe të tjerat në Kur'an nuk janë ngjarje që na duhet me i lexue ose me i dëgjue dhe me thonë Allahu Akbar, u kënaqem, sa interesant, kanë shku, kanë ik, janë tut, janë friksu, kanë hyrë në shpellë, ka zonë xhumi, edhe kështu me radhë. Nuk janë për kësi fotografie. Këto ngjarje kanë ardhur, janë shpallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një qëllim të vetëm. E ajo me një qëllim kryesor, ajo është ruajtja e besimit tonë. Forcimi i zemrës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu në surën Hud, çka i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Tha kështu na të shpallim ty histori të pejgamberëve të mëhershëm. Min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, që ta forcojmë ty zemrën tënde. E në këtë sure, në surën Hud, po edhe në sura tjera, dhe në këto ngjarje që Allahu i shpall pejgamberëve, çka ka? Tha ka udhëzim, ka rahmet prej Allahut subhanahu wa taala. Nëpërmjet ngjarjes na duhet më udhëzue.
Me këto ngjarje Allahu ka udhëzu popull. Me këto ngjarje duhet neve të na shtohet udhëzimi, jo të na shtohet informacioni për një ngjarje që ka ndodhur në histori ndonjëherë. Nuk është për qëllim kjo, është për qëllim shtimi i udhëzimit tonë. Prej dobive që i nxjerrën dietarët e muslimanëve nga kjo ngjarje, dobia kryesore e para, më përparsorja, prioriteti që duhet ta ketë çdo besimtar është preokupimi me mësimin e akides. Preokupimi me mësimin e akides. Këta gjelmosha s'kan pas ndonjë pejgamber prezent në mesin e tyre. Me natyrshmërinë e tyre e kanë ditë që adhurimi dikujt tjetër pas Allahut është i kotë dhe nuk është në rregull kjo. Këtë që është duke vepruar populli nuk është në rregull. Janë largu për të shpëtuar tauhidin e tyre, për të shpëtuar besimin e tyre në Allahun subhanahu wa taala, me natyrshmërinë që e kanë pas, krijimin që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Këtu del pa mësimi i akides. E prej dobive të mësimit të akides ka shumë dobi. Dobia kryesore dhe më e madhja është se na kuptojmë se pse na duke jetuar në këtë dunjë. Ai që nuk din lëmin e akides, ai që ati i cili vjen rand me lexu libra ose me ndëgju ligjërata në tematikat e akides dhe tauhidit, ai nuk e njeh Allahun subhanallahu. Për shkak se tematika kryesore, të cilën e sjellon mësimi i tauhidit, njësimit të Allahut, mësimi i besimit, akides, është me njoft Allahun subhanahu wa taala. Është me ditë ti pse kjo në këtë dunjë. Për shkak se njerëzit shkojnë e vinë dhe se kuptojmë pse janë në këtë dunjë. Në momentin e vdekjes e kuptojmë mirë pa atëherë është dita ku pishmallëku nuk ban dobi. E mësimin e akides e mësojmë se pse jemi në këtë dunjë. E kur ta dim pse jemi në këtë dunjë, nuk mundemi me jetu jetën pa ushall. Po e dim se çysh me jetu. E dim se për kanë me jetu. E dim se çka duhet me bë. E dim se prej çkaj duhet me pas kujdes. Krejt këtë në mëson çështja e akides. Njohja e Allahut subhanahu wa taala. Njohja e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që njeriu, thotë Ibn Kaimi Allahu më shëroft, sa më shumë që njeriu e kupton diturinë absolute të Allahut subhanahu wa taala, e kupton ignorancën e vetes së tij. Sa më shumë që thellohet në kuptimin e diturisë absolute të Allahut, aq më shumë e kupton ignorancën e vetes vet. Sa më shumë që njeriu thellohet në kuptimin e plot fuqishmërisë së Allahut, se Allahu është fuqi ploti, aq më shumë e kupton nevojën dhe dobësinë e tij. Pse njerëzit bëhen mendojnë që janë të fuqishëm, mendojnë se janë agallar edhe kështu më radh, por nuk e njohin Allahun subhanahu wa taala. Cili njeri ka paraqit dobësi më të madhe, perulje më të madhe, nënshtrim më të madh? Pejgamberi të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se ata më së miri e kanë njoftë Allahun subhanahu wa taala. Ata më së miri e kanë njoftë Allahun, tha Allahu inma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Me vërtet frikën ja kanë Allahut ulemat, frikën si duhet. Pse? Për shkak se e njohin Allahun subhanahu wa taala. E njohin Allahun, e njohin begatin e adhurimit të Allahut, e njohin mirësinë e adhurimit të Allahut, e njohin rrezikin e mos nënshtrimit ndaj Allahut dhe pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Te kjo tematik na jep një mesazh të rëndësishëm Allahu subhanahu wa taala se për gjithë popullit, një grup prej popullit, edhe ata ishin djelmosha të ri, e kuptuan çështën e besimit. Tha Fudhejl ibn Iyadi, Allahu e mëshiroft, tha la tastawhish bi qillati as-salikin wala taghtarra bi kathrati al-halikin. Tha mos u ndi i vetmuar për shkak numrit të pakt të drejtëve, për shkak numrit të pakt të udhëzuarve. Ndonjëherë njeriu e ndin një farë vetmie, një farë boshllëku në zemrën e tij, pse po këshire me gjithë këto njerëz, ja, hiç me këto s'marrin vesh, do me ke veçunë e këmë kuptu këto se dina. Vetëm ky grup i popullatës
Disa djelmosha e kuptun të vërtetën, pjesa dërmuese e tyre ishin në të pavërtetën. Thot Fudhejl ibn Iyad, Allah më shloft, mos u ndi vetëm, mos u ni keq, mos u ni fajtor për numrin e pakt, për shkak numrit të pakt të udhëzuarve, edhe mos u mashtro me numrin e madh të shkatruarve. Mos u mashtro me numrin e madh të shkatruarve, për shkak se ka shumë njerëz, për shkak këtyre dy defekt, për shkak këtyre dy çështjeve, devijojnë për rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thojnë, çysh ba, veç na kena drejt, to këtë kanë gabim. Po në qoftë se jenë në rrugën e Allahut dhe rrugën e pejgamberit tim, veç ti e ke drejt. Ka pas raste në histori ku ka qenë një person, dy, disa veta, grup, shumë pak kanë qenë të vërtetën. Pjesa tjetër kanë qenë të pavërtetën. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se Allahu më dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, Allahu shikoi tek banorët e tokës. Bajini men. Allahu shikoi te banorët e tokës, krejt banorët e tokës. Fa maqatahum arabahum wa ajabahum. Allahu i urrejti arabët dhe jo arabët prej tyre, illa beqaja min ehli l-kitab. Pos disave prej pasuesve të librit, që kanë ngel në fenë e Ibrahimit a.s. që kanë ngel pa i bosh shirk Allahut, mirë po banorët e tokës krejt, i urrejti Allahut, pos disave, ta shto disa në krejt tokës, sa mund me qenë? Në qoftë se themi, Allahu i urrejti gjithë banorët e tokës, sot 8 miliard, pos disave, këto disa janë, nuk janë ku me ditë sa, shumë pak janë. Janë shumë pak, megjithatë janë në të vërtetën. Elusim Allahun që Allah të na bën prej këtij grupi. Prej dobive shumë të rëndësishme vllazni, edhe ju motra, në këtë zaman, në çdo zaman ka qenë kështu, në çdo kohë ka qenë kështu, në çdo vend ka qenë kështu. Mirë po në zamanin tonë, në kohën tonë, në vendin tonë, rrethanat të cilat na jetojmë, kjo çështje është shumë e rëndësishme. El firaru bidinik, ike me fen tënde. Mos ju ekspozo fitneve me fen tënde. Këtu futen shumë gjëra. Këto njerëz e lanë familjen, e lanë pasurinë, e lanë shtëpinë, e lanë vendin, e lanë vatanin, i lanë të gjitha dhe ikën me fen e tyre. Nuk patën ndonjë plan para ku më shkuë. Mirë po ikën për me mbrojt fenë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iki e la Mekën, të cilën shumë e donte. E la Mekën, Mesjidul Haram, shtëpia e shenjtë e Allahut subhanahu wa taala. E la vendin të cilën e donte shumë. E la vendin e gjyshërve, baballarëve, pasurinë, shtëpinë, shoqërinë, krejt i la. Pse i la? I la për me gjetë në nivel më të mirë. S'ka vend më të mirë se Qabja. U ka sos kjo mesele. Një namaz në Qabë është sa 100.000 namaze. Tash bana e sapti. Shkoj për Medine. Para se me shku për Medine, sahabët shkun 2 herë në Abisinin, në Etiopi. Pse kështu vepruan? Për ta mbrojt fejnë e tyre. Për ta rujt fejnë e tyre. Hadhari. Kujdes dhe kujdes. Prej fitneve të zamanit tonë. E nuk shof ndonjë fitnë më të madhe, e cila i preokupon njerëzit dhe u azbej fejnë, mos tham që ju ahum komplet fejnë, edhe pse kemi raste shumë, po u azbej fejnë çështja e rrjeteve sociale. Çështja e rrjeteve sociale, preokupimi i njerëzve. Sot gjendja e njerëzve me rrjete sociale është një hoç thot virtuelni narkomani. Narkomana virtual. Mundet me dal njeriu prej shtëpie pa parë, mundet me dal pa çelca të motorit ose të veturës, mundet me dal edhe kondat ndoshta, pa papuçe dhe pa kundza, s'është problem. Se ka problem, ama pa telefon nuk del. E kanë cek disa herë dhe përsëris. Le të mundohemi ta shfrytëzojmë telefonin vetëm për nevojat patjetërsueshme. Në maksimum të largohemi rrjeteve sociale, Facebook, Instagram, TikTok dhe kështu me radhë. Dhe të mundohemi që në vend ta përdorim telefonin për dhikr, të mburoja e muslimanit, për lexim të Kur'anit, për dëgjim të ligjëratave edhe kështu me radhë, t'i kapim libra, ta kapim mushafin ta lexojmë. Për shkak se atëherë kur s'kemi pas telefon, kena lexuar shumë më shumë Kur'an sa sot që kemi telefon. Edhe pse ndoshta nuk kemi pas një Kur'an të vogël që e mbartim me veti, po kemi pas Kur'an të mëdhenj në shtëpi, po në çat periudhë
kemi me lexuar më shumë Kur'an se sa tash që kemi telefonin me veti dhe lexojmë edhe e kemi aplikacionet, mi po leximi është shumë pak. Dëgjimi ligjëratave është shumë pak. Të gjithë ata që argumenton po dalin ligjërata në Facebook, ligjërata që dalin në Facebook, edhe në TikTok, edhe në Instagram, edhe kështu me radhë, asnjëri prej njerëzve nuk i dëgjon ligjëratat më shumë se 1, 2, 3 minuta. Ligjëratën 40 minuta që mundesh marrë në xhami me dëgju se dëgjon rrjetet sociale. Harroje, në qoftë se e ke shumë dëgjue, i bindur jam që në minutën e 12 ka zonë xhumi. U ka sos kjo më vet. Kjo punë është e kryme. Të mundohemi në maksimum të largohemi prej rrjeteve sociale. Ta ruajmë shikimin ton. Burrat dhe gratë. A e dini sa raste ka të problemeve familjare mes bashkëshortëve për shkak asaj që njëri apo tjetri ka pasur rrjete sociale. Hyn bashkëshortja në Instagram, në Insta story aty, çka shef, dunjan e shef. E pastaj në rrjetën e realt, burri i saj s'mund të plotësua çka ka pasur në Instagram, edhe lindin problemet. Kur një burr edhe një grua nuk e shef dunjan në telefon. E kam cek shpesh, apo? E kam cek si shembull. Me e marr sot njërin prej neve, me e çu në det në Shqipëri, ose në Ulqen apo ku diku, këtu pari, si bëhet mirë. Pa lidhje i duket. Hiç mi pse? Po sa telefona ka pa Antalinë ka pa. E ka pa Maldivin, ka pa, kujt çka ka pa. E tash kur del në jetën e përditshme, ja, sa mirë kjo. Në një gjenerat, po foli për gjeneratën time, që ndoshta alo të rijena, që kemi mërrijat periudhën mula në Vardar mula. Kur që është në bazen mula, super lux ka qenë. Me shkun deti, Allahu Akbar. Që të jeron Vardar, jelon Tresk, jelon tush të shpia, ama tash në rrjetet sociale, për jap këto shembuj, ndoshta për të kanë që çka të fol hoxha. Këto janë çështje shumë të rëndësishme vëllazëri. Vallahi këto çështje janë të shkaktuar probleme në jetën tonë përditshme. Na nuk po jemi rahat. Po hyn në rrjetet sociale edhe çka nuk shohim. Shtëpia të mira, vetura të mira, gra të mira, të bukura, se çka s'ka aty. E pastaj në jetën tonë përditshme në realitet kur gjë s'bëhet mirë. Nuk të bëhet mirë gruaja të shtëpia për shkak se në telefon çka s'shef. Nuk të bëhet mirë vetura që e ke për shkak se në telefon çka s'shef. Nuk të bëhet mirë shtëpia jote se në telefon çka s'shef. Gjithçka që ti ke në jetën tënde në rrjetet sociale ka shumë më shumë. E kur njeriu e lëshon shikimin e tij, si bëhet e mirë dhe nuk është i kënaqur me atë të cilën e ka. E këto çështje ja cungojnë, ja rrezikojnë edhe imanin njeriu, se bëhet prekupimi i jetës tënde. Dashurohet njeriu në fotografi, dikush dashurohet në vetura. Veturat jesin krye. Dhe kjo i bëhet prekupimi i jetës. Dikush me biznese, dikush në shikim haram të grave, edhe kështu me radhë. Secili me atë filmin e vet. Mirë, po kjo e cungon imanin dhe besimin tonë. Për shkak se bëhet prekupim. E kur të bëhet prekupim, njeriu fillon me mendue. Kur fillon me mendue, fillon me bë plane çysh me arrit ata. E feja Allahu subhanahu taala. Para mendoj ç'më qenë gjendja që si kemi telefonat. A ka hajër? Ka hajër, nuk diskutohet këtë meselë. A ka hajër në rrjetet sociale? Ka hajër. Mirë po, sheri është më i madh. Mirë po, sheri është më i madh. Pse më tham sheri është më i madh? Dikush më thon, po është 50-50. Kush çysh e shfrytëzon? Po na duke pa që s'janë të shfrytzuar për hajër. Më shumë për shër të shfrytzuar. Më shumë për shër është të shfrytzuar. Përpara s'kam pas telefon, e kam pas librin, çat libër e ka lexuar. Hadithet kanë qenë libër, çat hadithe libër i kemi lexuar dhe i kemi mësuar. Ligjërata ka pas në xhami, s'ka pas në live, kanë shkuar në xhami, e kanë më bereqetin e vllazëllokun në xhami. Nuk është njëjtë me dëgju ligjëratën në xhami me xhamat, edhe me dëgju ligjëratën te shtëpia. S'është njëjtë. Nuk është njëjtë. Bereqeti nuk është njëjtë, kënaqësia nuk është njëjtë, ndjenja nuk është njëjtë. Le të ikim me fen tonë. Prej çdo gjëje e mundshme që është fitnë për neve, të largohemi. Mos të bëhemi në azgana me thonë jo në hije dhe s'këshiri. Mos një vllazni kështu. Ka thonë Ibn Taymi, Allah më shëroft, ai i cili bëhet azgan dhe i del fitnave përpara, bie. Pse? Për shkak se Allahu e lë më mbështet te vetja e tij. E kush mbështet tek vetja e tij, bie, s'ka mundsi. Se shejtani është shumë i fuqishëm se na.
është shumë i dishëm se na mundemi kundërti vetëm me Allahun subhanahu wa taala. E me Allahun xhel xhelaluhu do me thonë mos mu ballafaqu me fitnë. Në qoftë se e shet që Facebook është dëmo problem dhe po të merr kohë, po ta vjedh kohën, jashtë që po ta vjedh kohën, po ta mundson me bë harame shumë. Largo me fen tënde, ik me fen tënde. Ik me fen tënde. Qysh me ik? Me mshenj. Me përdor vetëm për rastet pa të sushme. Ka dikush biznes të me proklamu mallin e kështu me radhë, po kësi raste. Punë tjera, të mundohemi të ikim sa më shumë. Se vallahi me bomi nxjerr telefonat me hyrë të settingsi, edhe me këshyr se prej 12 natës deri tash sa kena dhënë telefon, mirë për neve. Mirë për neve. Sa ka qenë ajo dobia, shumë pak mos tham hiç. Për dobive tjera, shumë të rëndësishme, se Allahu xhelle xhelaluhu tha, ata ishin djelmosha. Ata ishin tri. Me rini dhe shfrytëzimi i rinis është mundësia më e madhe për të avancu feja Allahut subhanahu wa taala. Jo se tek të moshuarit nuk ka hajër. Jo, nuk themi kështu. Mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith i përmendi trit. Tha, një prej 7 persona që ka me qenë ditën e gjykimit në hijen e arshit të Allahut, ka me qenë një i ri i cili rinin e tij e ka kalu në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atë çka mundet me e bë një i ri, një plak s'mundet me e bë. Një i moshuar mos tan plak, një i moshuar që i kanë ik vitet, që është thellun mosh, nuk mundet me i bë. Por shkak rrethana të cilat na jetojnë. Një i ri i cili është i lirë, është beqar, është pa punë, është kujdiçkaune, mund me bë shumë. Mirë po, martesa, fëmia i parë, fëmia i dytë, puna, prekupime, nuk është gjendja e njëjtë me dikant që është i lirë komplet. Kryeja ndryshe punon. Truni punon ndryshe. Truni percepton ndryshe. E kemi pa na fëmijë, e lexon 2-3 hera jetën ose faqen mëson përmend. Një më shumë, sa më shumë vjet, aq më rand. Pse? Për shkak se është mush. Është mush kupa atje brenda. Duhet me shpras. E tash, nëse çysh del më mirë fotografia, çysh del më mirë shkrimi me një fletë të bardhë e pastër ku fillimisht na vizatojmë, apo me një fletë të bardhë e cila ka një vizatim, të cilën duhet me e fshi, pas me bë diçka tjetër. E para, padyshim apo. Për shkak se na mundim me fshi këtë e cila ka një shënim, po ka më mbet vija pak aty. Një nishan ka më mbet, do dam ka kanë më mbet, e ato janë pengesa pastaj për udhëzimin rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ta shfrytëzojnë në çdo moment për të nëshuar Allahut në rinin tonë. Sa është rinia? Deri në 40 vjet. 40 deri 40 i ri. Si të bën 40, 2/3 pavarësisht të jetës njeriu të shkojnë jetë edhe 1/3. E çfarë më bën? Kur të vjen 40, njëri prej më thon, kur të vjen 40 se na e tash ju trit punoni se na kena punu para 20 vjetë, ç'është na? Jo. Pejgamberi sa sistem komplet dhe veprimtarinë e tij pejgamberike ja kanë nisur kur prej 40 vjet. Me shfrytëzurin për përgatitje. Që shfrytëzojnë në për sporte të ndryshme, jetën para garave, përgatitje. E kemi cek një person i cili vrapon sprint 100 metra, përgatitje ndoshta 10 vjet për 10 sekonda. 10 vjet, 15 vjet përgatitje për 10 sekonda me arrit rezultatin e mirë. Edhe neve na duhet një përgatitje deri në 40 vjet fuqishme, që mas 40 me bo punë të mëdhaja. Për shkak se ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Të nën 40 përgjithësi, edhe këto që i kemi në xhami, po ato që janë në xhamive, të cilët janë uzu para 20-30 vjetëve, thonë jo 3 çfarë vazhdojnë se na e kena sos punën, në 40 dalim penzi. Jo bën 40 më janë nisën as punës. Nëse tash fillon shqetësimi dhe puna e madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, krejt historinë që na e shohim edhe lexojmë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, luftrat, ekspeditat, torturat, problemet, jetat, krejt e ka pas mas 40 vjetë. Pas 40 vjetë. Ta shfrytëzojmë rinin për të forcuar për punë të mëdha që na vijnë pastaj kur dalim pas të 40-tave. Në momentin që ata u larguan prej popullit, nuk e harun Allahun. Neve në ndodhë shpesh
të dëshirojmë të largohemi prej fitneve, të dëshirojmë të ruajmë fenë tonë, o me harrojnë Allahun. Na dojmë shpesh me mësu Kur'anin për menç, o me harrojmë Allahun. Na dojmë shpesh me bo namaznate, o me harrojnë Allahun me lutë. Na shpesh dojmë mu largu pi gjunave, a mune e harrojmë Allahun subhanallahu. Unë s'ka me këshirë ma. E bona edhe këshirë ma gjuna. Qysh nuk këshirë gjuna? Qysh nuk ban të haram? Pa Allahun, pa ndihmën e Allahut. Qysh do më arrit një punë të mirë me bë? Pa ndihmën e Allahut? Jo. Ata e banën hapin, kjo më rëndësi. E banën hapin. Nuk banën vetëm lutje me qëndru në vend. E banën hapin dhe banën lutje. Në hapin e banën, ta shbëjmë lutje të vazhdueshme Allah. Sa herë? Për ditë. Për ditë vazhdueshmëri, lutje Allahun xhela xhelaluhu. E kemi thënë se Allah ka thënë në surën Muzammil, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. O Muhammed, na ty kemë ta shpall një fjalë të rëndë. Mushafi është i lehtë me mbart. Mirpo, urdhrat dhe ndalesat në Kur'an janë të rënda, nuk janë të lehta. Nuk është lehtë realizimi i tyre. Nuk është lehtë me fal namazin. Nuk është lehtë me mposh shikimin. Nuk është lehtë me xhur Ramazanin. Nuk është lehtë me lexu Kur'anin. Nuk është lehtë mu largu prej zinas, prej shikimit në haram. Nuk është lehtë. Mos mendon dikush që është lehtë. Është lehtë vetëm për atë të cilët Allahu e ka lehtësuar. A dini sa njerëz sikletavën kur shohin ty tu fal? Ata ka bicikletë. Ti e ke lehtë me fal namazin. Ta ka lehtësuar Allahu xhela xhelalu. A disa njerëz nevrikosen, i ka bicikleti, ju vështirësohet shpirti kur ta shohin ty mjekra? Ti e ke lehtë me mbar, se ke probleme, ke shumë mjekra për hir të Allahut subhanahu taala, në shym të Allah, amaj kur veç kur të shef, para mendon me shumë mjekra, vdekin frakti e ka. E pse për ty është lehtë? Ta ka lehtësuar Allahu xhela xhelalu. Ama janë do punë që edhe për ty janë rënë. Apo? Se cilin në defektet e veta. Dikush e ka rënë shikimin me mposhtë. Dikush e ka rënë gjuhën më kujdes në gjuhën e tij. Dikush e ka rënë ndonjë vepër tjetër. Qoftë ajo që duhet mu praktikë, qoftë ajo që duhet vepru rande, ose ka lehtë. Mi po do se në tjera janë lehta. Çka na mëson kjo neve? Kjo na mëson neve që na në vazhdueshmëri të me lutë Allahun subhanahu taala. E kur ta lusim Allahun xhelle xhelaluhu li kulli maqamin maqal. Për çfarë do situate ka lutje të veçanta? Lutje të veçanta. Mu mundu që t'jemi precis kur e lutim Allahun në situata të ndryshme. Mirë po këtë doa që kam bo këta djelmosha është doa gjithë përfshirëse që në qëfar do situate me ba i përmledh problemin që ti e ke. Allahumma atina min ledunka rahme wa hayyi lana min emrina rashada. Wallah na e për rahmet për janës tënde. Na më shiro për janës tënde edhe na lehtëso udhëzimin në çështjen tonë, si cilin çështjen e vet. Dikush lexim të Kur'anit, dikush me namazin, dikush me namazin e natës, dikush me poshtën e shikimit, me braktisjen e haramit, edhe kështu me radhë. Me bë këtë dua. Një prej duave gjithë përfshirëse që secili nëse e bën për punën e vet, e përmbledh kjo dua që kanë bërë këtë djalmosha të ri. Pra mos me haru Allahun xhela xhelaluhu. I gjithë defekti, i gjithë zhgënjimi, i gjithë ngecja jonë në çfarë do punë qoftë ajo është për shkak se na harrojna Allahun subhanahu taala dhe mbështetemi tek vetët tona, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një prej duave që ka bëu sabah akşam i ka thënë Allahu wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Dhe mos më le të mbështetem tek vetja ime as sa lëvizje çerpikit këtu. Qofshi. As çikaç, jo më tepër. Para mendo ti më dosh me mësu hifz Kur'anin, edhe i e mëshit të vetja jote. Ose do me mposh shikimin edhe mbështet të vetja jote. Ose do me po pun tjera, mirë po pa mbështet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Një prej dobive shumë të rëndësishme prej kësaj ngjarje e kam përmend dietarët, kujdesi ndaj të sëmundëve. Ata që janë të sëmund dhe me sëmundë pak më gjatë, mos me i lanë me nejt me nivel, po me lëviz në djathtë, në të majtë, me lëviz trupin e tyre. Allahu xhela xhelalu ka bërë që trupi i tyre me jetë lëviz shumë tan kohën, më lëviz nga ana e djathtë, nga ana e majtë që mos kalbet. Dhe kanë nxjerr pidobive për dietarët, edhe tash shkencëtar kanë nxjerr që ai që ka smuje pak më gjatë, kur të ri shtrit për mjekim, mos me qëndru me një vend, po me lëviz trupin që mos t'i kalbet trupi i tij. Lutem Allahun që Allah të na jap dobi për këtyre ngjarjeve. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.